Në godinën e re të konfliktit shtetëror në Elbasan, aktualisht janë akomoduar rreth 130 studentë nga një kapacitet prej 150 vendesh. Drejtuesit pohojnë se numri i studentëve që zgjedhin të akomodohen në konvikt është në rënje, ndërsa një pjesë e tyre preferon të jetojnë në shtëpi me qira. Arsyet janë të ndryshme, kryesisht çmimet e lira dhe fleksible të qirave, por edhe mendësia se jetesa në konvikt shtetëror kërkon më shumë përgjegjësi dhe rregull. Studentët që janë akomoduar në konvikt shprehen të kënaqur me kushtet, pastërtinë dhe sigurinë, duke konsideruar atë një ambient të qetë dhe të përshtatshëm për studime. Gjithashtu rendisin edhe arsyet se pse shumë të ri nuk i preferojnë më konviktet. Përshëndetje, si fillim. Mendoj se për siguri është më mirë në konvikt se sa në shtëpi private. Po, mendoj se janë kushtet shumë të mira dhe të mjaftueshme për të banuar dhe për qëndruar në konvikt. Nuk janë aq të ulta, por nuk janë edhe aq të larta, mendoj që janë normalisht. Ashtu si në vendin tim atje ku jetoj, edhe këtu pothuajse janë njësoj. Pothuajse janë njësoj. Po ndoshta se kanë edhe më shumë liri, këtu ka më shumë rregulla, oraret, për shembull deri në orën 11 dhe konvikti mbyllet. Po ndoshta ka mundësi, pasi që bëhen edhe më shumë veta dhe ndoshta është më lirë, por edhe këtu nuk është shtrejt në konvikt. Unë vi nga Nglia Preshevës, përkatësisht Bujanoci. Jemi që 2 vite këtu, studioj për teknik laboratori dhe jemi akomoduar shumë këtu. Ne në fakt kemi marrë me marrëveshjen e bashkisë Elbasanit të bashkisë sonë dhe ata kanë parë këtu më të mirë, ndoshta edhe më të sigurt të akomodohemi këtu në konvikt sa në shtëpia private. Po, kushtet janë shumë të mira edhe jemi shumë të kënaqur për kushtet që ofrojnë në konvikt. Nuk i di, ndoshta duan të jenë pak më të lirë, nuk mund t'i përbajnë rregullat që ofron konvikti apo diçka. Po, mendoj që do të jetë ndoshta më sigurt, do të ishte më sigurt në konvikt se sa në shtëpia private diku tjetër. Ndërkohë kjo e re nga qyteti i Lushnjës thotë se të rinjtë që akomodohen në konvikte shpesh bullizohen për zgjedhjen e tyre. Po. Për mua personalisht po, deri tani jam shumë. Ose ndoshta është dhe fakti që me shumë konvikt bullizojnë pjesë e shoqërisë. Që e kanë më të lehtë, ndoshta shpenzojnë çik më shumë për shtëpi me qira se vend. Jo, thjesht e di që ekziston kështu si prototip. Që s'ka asnjë problemi dhe është shumë fare më lehtë se shtëpi me qira. Më të shumtët vinë nga zona juglindore e vendit, Pogradec, Gram, Shprenjas dhe Librazh, por ka edhe studentë nga Veriu, kryesisht nga Puka, Kuksi dhe Tropoja.